Besimtarët katolik në mbar vendin u mblodhen këtë të premte për të ndjekur ritin e shenjtë të rrugës së kryqit, një nga momentet më domethënëse të javës së madhe, që simbolizon vuajtjet dhe sakrificën e Jezu Krishtit në udhëtimin drejt Kalvarit. Ceremonia u zhvillua me solemnitet dhe përqendrim shpirtëror, ku besimtarët ndoqën 14 ndalesat që përfaqësojnë momentet kyçe të mundimeve të Krishtit deri në kryqëzim. Të rritur e fëmijë, gra e burra morën pjesë në këtë rrugëtim të heshtur, duke mbajtur në duar qirin të ndezur dhe duke u lutur në çdo ndalesë. Në shumë qytete, procesioni u udhëhoq nga klerikët e kishave katolike, të cilët lexuan pjesë nga ungjijtë dhe bën thirrje për reflektim, pendes dhe ringjallje shpirtërore. Rruga e kryqit është një nga ritet më të vjetra të besimit katolik dhe përshkruhet nga besimtarët si një moment i thellë meditimi dhe bashkimi me vuajtjen hyjnore. Ky rit përgatit besimtarët për kremtimin e Pashkës, festës më të rëndësishme të Krishtërimit, që simbolizon fitoren e jetës mbi vdekjen dhe shpresën e ringjalljes.